mrapa se do hypi këtu. Në një se më parë, për një qëllim të madh e të përbashkët, për të rikthyer shpresën, dinjitetin dhe të ardhmen që i takon Shqipërisë dhe shqiptarëve. Ky me 11 maj, sepse është koha që të gjithë të ngrihet bashkë me dinjitet e kurajo. Të hapur ndaj së ardhmes. Bravo! Sepse nuk ka një aqë të vetëm të njësia administrative në asfalt. Sikur një të tyrë këshën bërë të zotru. Të mos e bëjmë, se në dim që Shqipëria ka have të bëjmë shumë, por Gramsci është në emergjensë. Mbajnë në armatën për zërave që tani, heri parë. Faleminderit dhe sukses! Gramsci është qyteti me infrastrukturën më të shkatëruar. Fshatet e Gramscit janë në një mirim total. Po pse mos ta kenë pensionin siç e kanë fqinjet tanë, malazezët, Kosova. Dashur deputet dhe kandidate për deputete dhe deputet të mrekullueshëm për Gramscin dhe Elbasanin, i dashur me një ndjej të thellë keqardhje. Dhe Kornelia tha bukur, Gramsci është një emergjencë. Unë e njoh pak të vend, por e vërteta është se Gramsci, si asnjë vend tjetër, ka nevojat në emergjencë. Të përkushtuar është një rreth në cilin është një kopsht i vërtet dru frutor. Të gjitha gëzojnë Gramsciotët. Nuk shtrohen në pasuri për familjet dhe për qytetarët e Gramscit, banorët e Gramscit. Të gjitha këto pa 167 euro, kurse shqiptarët kishin një rrogë minimale 220 euro, 220.000 lekë. Sot, Rumuni ka një rrogë minimale 3.300 lekë. Ka një pension 450.000 lekë. Sot, Serbi që kishte një pension 120.000 lekë, ka një pension 405.000 lekë. Sot, Macedonasi që kishte një pension 130.000 lekë, ka një pension 390.000 lekë. Një qytetarëve, po mos harroni një gjë tjetër që është akoma më të mërshme. Në qoftë se në vitin 2013 me 143.000 lekë, pensionisti shqiptar duhet kishte pensionin sot për të blerë një lloj si 2013, duhet të mirte 390.000 lekë. Kjo është e vërteta. Këse këta, që bëjë këta? 27 metra e gjërë,
17 kilometra e gjatë, kushtoj 27 milion euro. Kushtoj, ajo 27 metro e gjërë, kushtoj 1,6 milion pike vjetore euro. I pranishëm kancelari Gjerman, presidenti e Komisionit Europian, presidenti e Parlamentit Europian. Ndaj dhe ne kemi vendosur parat qytetarëve